ti më thua mua si shtet, unë po të ftoj të investosh, por nuk ta jap aktin e pronësisë, ose ta bëj ferr rrugën deri te akti i pronësisë. Domethënë, burokracitë janë se gjithë e dim çfarë po ndodh me kadastrat, me si më thënë me këto zyrat e aktet e pronësisë. Domethënë, kanë qenë plaga më e madhe. Po shumë bukur pras. Domethënë, unë këtë nuk kuptoj dot. Prandaj dhe dyshoj shumë tek vullneti i mirë i shtetit. Sepse në qoftë se ti po më fton që të investoj, ndërkohë që unë kam 3 kulla, kam kullën time ku jetoj, kam kullën e vjetër të gjyshit që është e prishur që se rregulloj dot, kam dhe kullën e re ku dua të investoj ose të hedh. Unë jam në vend që të investoj në një kull guri që kushton, ku diun, 100.000 apo 200.000 euro, unë nuk mund ta bëj këtë gjë sepse nuk e kam aktin e pronësisë së kullës ekzistuese që mund ta vë si garanci në bank, por detyrohem që të bëj 10 kolibe druri sepse ato kushtojnë më pak dhe bëhen më shpejt, vetëm me lekët e sezonit.